drejt Umnerës, e keni shumë të qartë, e njihni mirë, edhe prandaj e keni vënë kufirin atje larg. S'ka këtu, e ka kufirin shumë larg. Ja jeni vënë kufirin me kohë, se ju jeni dhe Gjirokastrit edhe lapsin e njihni më mirë se atjerët. I bini lapsit edhe nuk ka shans që maja lapsit të thyet nga qefi, është llogaria, ose pastaj nuk din çfarë flasin. Nuk din çfarë flasin, e thonë hajde, ta haj kush ta haj, ta besoj kush ta besoj, që ne do t'i bëjmë pensionet kështu, do t'i bëjmë pensionet ashtu, e pastaj të marrim të kapim në një vot të shkojmë në parlament. Dy janë. Dhe duke qenë se u prek çështja e mësuesve, dua të them këtë. Ajo që tha Zuzana është mos e vërtet. Dhe nuk është problemi thjesht i pagës. Problemi i mësuesve ishte problemi i autoritetit, i rënë për tokë. Mësuesit ishin katandisur në pengje. Pengjet politikës, pengjet, siç përmendi Zysha, halabakëve që vinin rrotull shkollës, pengjet të nxënësve që ishin çoroditur komplet dhe s'kishin asnjë siguri për punën e tyre. Sot jepnin te Asim Zeneli, nesër gdhieshin, i kishin flakur diku tjetër se do vinte një mësues që s'kishte as arsim për katës. Llogaritë kur ne kemi filluar këtë punë, kishte afro 5.000 mësues pa arsimin për katës. Pra mësues që kishin mbaruar biologji dhe jepnin fizik. Se kishin një krushk, kishin një parti, kishin një kudiun se qarë, pagonin lek e kudiun. 5.000 në sistem. Dhe pagën mesatare, aso kohë, në sistemin publik, ne kishim 370 euro. Sot e kemi 1.000 euro pagën mesatare. Dhe të mësuesit, paga mesatare ka vajtur 9.500 euro, dhe plani ynë është që në Shqipëri 2030 të jetë 1.200 euro. Të gjitha këto, se e keni dëgjuar kur thonë këta s'kan program, se kjo është kulmi. Ndërkohë që ne kemi, jo program, po ne kemi program e plan qeverisës në çdo sektor, se jemi duke negociuar me Bashkimin Evropian. Si negocion Bashkimi Evropian me një vend që s'ka program? Dhe planet tona në çdo sektor janë të detajuar edhe për çështjen e pensioneve. Ne japim llogari atje. Si, qysh, tek, çfarë plani keni, ku do shkoni, si do shkoni, nuk mund të shkojmë të themi atyre ne shiko se do ta çojmë sipas qefit të punë. Se thonë dakord, po s'keni punë këtu, shkoni rini vet atje dhe hidhuni vet në Umner, jo me ne. Se futemi në një familje ku llogarit janë si Gjirokastra. Çdo qindar llogaritet. Dhe sepse është një familje që ndërkohë ka një ark të ardhurash që ndan për të tjerët. Dhe duke qenë se ne hym tek vendet, tek antarët, përfitues të asaj familje, se aty janë kontribuesit, që janë vendet e mëdha, që japin kontribut në ark për familjen e përbashkët më shumë, se sa që marrin, janë dhe përfituesit si ne, që hym aty dhe marrim. Dhe aty do jetë momenti kur ne do mund të bëjmë një politikë më agresive në favor të pensionistëve, sepse do kemi një buxhet ekstra. Llogariteni që sot po të kthejmë kokën pas, që ne kemi marrë goxha mbështetje prej tyre, se ju e dini shumë mirë, Shqipëria kur ne kemi marrë detyrën ishte një vend që e shikonin me përçmim, me bezdi, kur do na takonin për bezdi, e kupton, nuk ishim në fare në listë, ishim në fund fare. As kandidat nuk ishim, jo më negociata. Sot jemi atje te pragu i derës, na shikojnë me respekt, na vlerësojnë, na besojnë. Dhe
kemi marrë për i tyre 1 miliard e kusur euro mbështetje për gjërat ndryshme. 1 miliard e kusur euro mbështetje në gjithë të vite. Momenti kur ne hymë në atë familje, 1 miliard e kusur euro mbështetje i marrim çdo vit. Dhe llogariteni se çfarë do të thotë kjo për ne. Dhe nëse ne marrim 1 miliard e kusur euro mbështetje, ku 300 milion janë vetëm për bujqësinë, ku të tjera janë për infrastrukturën e tjerë, atëherë çfarë kemi nga të ardhurat tona që ne i çojmë në këto drejtime, mund t'i kollandrisin ndryshe, edhe një pjesë të tyre e ndajmë për pensionistët, duke bërë që pensionin minimal ta kemi shumë më të arsyeshëm. Po kjo punë bëhet që të kemi më shumë për gjyshrit, por të mos ju hapim gropën një për mbesave, siç ndodhi në 97-ën, se ajo është rruga. Aty të çon. Po pse në 2013-ën kur ne kemi marrë detyrën, ishte borxhi 700 e kusur milion euro. Kishin ndaluar të tëra punët në Shqipëri. Kompanitë kishin ndaluar punën. Kërkoni lekët. Rrugë. Të tërë, ato nuk ishin rrugë. Ato ishin tendera. Tendera pa projekte. Bënte rruga, po themi, 1 milion euro, po marrin shifër kot, e fillonin me 10.000 euro. Hajde, vazhdoni ju, se ja u kemi lekët. Derisa erdhi momenti që lekë s'kishte, kompanit ngecën, borxhi u akumulua, po 1.2 miliard borxh vetëm të dritave, të OSHE-s. 1.2 miliard borxh. Po borxh për 40 milion euro borxh për personat invalid, tetraplegjik, paraplegjik, grop komplet. 2013 ai ndryshim ka shpëtuar Shqipërinë nga kolapsi i dytë. Do kishim rënë prapë në grop. Më keq. Do kishte rënë komplet shteti nga e para. Dhe sot jemi komplet në një nivel tjetër. Sot jemi një hap nga Bashkimi Evropian. Një hap. Se e kam nisur mëngjesi me Mirelën, duke i thënë, mbrëm, shikoja në YouTube, se ka pajtuar një televizion atë që bënte sondazhet e Donald Trumpit, edhe isha kurioz shikoja, se ai është një nga sondazhistët e famshëm të Amerikës, edhe ai në fakt doli që kishte të drejtë kur thoshte do fitoj Trump, edhe isha kurioz shikoja çfarë thoshte për çka ka anketuar për Shqipërinë. Se s'po marrin vesh këtu ç'a bëhet tu me këta. Se kanë paguar lekët e dynjas për atë Latifin, e keni parasysh. Marr Latifin. Edhe magjistarin, e keni dëgjuar që thon magjistari? Latifi kishte kandidatat në Amerikë, këtu kë ka kandidat? Nëse. Edhe çat shikosh atje? Ai kishte bërë anketimin. Ne bëjmë anketime çdo muaj dhe ne e dim shumë mirë se çfarë mendon populli i tjerë dhe ai thoshte ato që edhe ne pak a shumë ashtu e kemi. Gjysma, 50% e popullit shqiptar mendon që vendi po ecën në drejtimin e duhur. Këta aty në Kanet aty. Po mirë, si ka mundësi? Jepnin të tëra shpjegime dhe mundshme përveç një shpjegimi që more mos vallë këtu e kemi gabim ne dhe ca gjëra vërtet janë bërë. Jo mo, kjo tregon që populli shqiptar është i smur, tha njëri. Kuptoni jo be? Domethënë, populli është i smur, pse nuk mendon si këta? Një tuf. Edhe pastaj më hidhen mua pse thotë Edi Rama gjysma e burrave janë çyryk. Po çfarë të them? Unë e them si metaforë, kuptohet, nuk është një raport klinik. Se për mua kush shkon
në Kënet është gjysmak, do më të zgjedhësh midis BE-s dhe Kënetës. Kënetën do nuk je mirë. Politikisht je autik, nuk je mirë. Populli është i smur. Tjetri thoshte, atëherë kjo është atë mëshme. Se si mundet që gjysma e popullit të thotë që këtu gjërat po shkojnë në drejtimin e dur, kjo tregon që këtu ka një frikë shumë të madhe. Do me thënë, Edi Rama i ka trëmbur këta, të jem palcë. Do me thënë, njerëzit janë të trëmbur, edhe kur i pyet dikush i thotë, si mendon ti, po shkon në vendin drejtimin e dur të gabuar, thonë po shkon në drejtimin e dur nga frika. Një tjetër thoshte, i ka bler Edi Rama. E kupton apo? I ka bler. Se janë kaq në administratë, por në administratë ne e dim shumë mirë. Administrata voton njësoj si populli, ka pjesën që voton njërën palë, ka pjesën që voton palën tjetër. Po mësuesit sot, e di sa mirë më ka ardhur kur kam parë në 7 mars një grup mësuesh të Këneta, që jepnin opinione, kritikonin qeverinë, mësuese. Por ja të shkojnë të shohin, i ka vajt njëri të thotë pse isha atje, i ka luajtur njëri nga vendi, nuk bën vaki. Nuk bën vaki. Kurse një çyryk fare, pastaj fare, tha, Edi Rama tha, i thot, shkojnë në Google, shikoni fotot e mia nudo se i josh me trup. E kuptoni jo të shqajnë të ape. Do me thënë, mund të gjejnë çdo arsye në botë që nuk bën sens, përveç një arsye thjesht more, po si ju erdhi kjo Shqipëri te dera e Bashkimit Evropian, dhe si vjet te dera e Bashkimit Evropian, çfarë janë ata? Se mirë këtu unë i pas kam bler, i pas kam trëmbur, këtu që nga populli i smur, të tërë të çmendur, vetëm këta janë në rregull, që në fakt është e kundërta. Dakor. Këtu që nga bërë ata autokraci. Atëherë thoshte njëri, kjo tregon që jemi në një autokraci si në Rusi. Po të ishte autokraci si në Rusi, ata që ishin atje në studio do ishin burg. Dil thuaj në Rusi në televizor që populli është i smur. E shef ku shkon. Që autokraci? Ato janë, po unë shqyqyr, e din Mirela, e din, që në 2009, mbas fushazës 2009, kam hequr stacionet televizive në shtëpia.